3 ambiente të përshtatura për kultivimin e lëndëve narkotike janë zbuluar në malësi të madhe, gjatë operacionit policor të koduar në Onët 8. Policia ka arrestuar një 35 vjeçar dhe ka shpallur në kërkim një 36 vjeçar, të cilët dyshohet se kultivonin kanabis në një banesë dhe 2 stalla në fshatin Boriçi i Madh, duke përdorur pajisje elektrike me lidhje të paligjshme të energjisë. Gjithashtu, janë ndaluar 4 punonjës të OSHE-s për shpërdorim të tyre, ndërsa një tjetër po hetohet. Gjatë kontrolleve, policia sekuestroi 771 bim kanabis, mbi 6 kg material bimor, si dhe 195 llamba, aspirator dhe filtra ajri, të përdorur për kultivim dhe tharje. Operacioni vijon, ndërsa puna po vazhdon për kapjen e personit në kërkim dhe dokumentimin e plot të veprimtarisë kriminale. Në veri të Shqipërisë janë evidentuar raste të përsëritura, ku banesa dhe ambiente të braktisura kthehen në shtëpi bari, të pajisura me llamba dhe sisteme ventilimi për kultivimin e kanabisit, një biznes ky që përllogaritet në miliona euro fitim në trafikun e lëndëve narkotike.